vëllezër dhe motra, mania për të shtuar sa më shumë, mania për të grumbulluar sa më shumë, po bëhen sebeb që prindi vrapon natë e ditë, ti siguroj çdo gjë të mirë, të gjitha kushtet materiale fëmijës së tij. E thon shumë prindër, të paktën mos vuaj fëmia siç vuajta unë, mos heqi fëmia siç hoqa unë. E thon ndryshe këta prindur vrapojnë për të mbushur barkun e fëmijëve të tyre, por harrojnë shpirtin dhe mendjen e fëmijëve të tyre. Pasuria, mania për të shtuar sa më shumë po bëhen shkak që po ndahen vëllezërit dhe motrat, po ndahen me njëri tjetrin thjesht nga inati se dikush ka më shumë se sa tjetri, i bashkoi varfëria dhe i ndau pasuria. Mania për të shtuar e për të grumbulluar sa më shumë po bëhen shkak që kemi shumë për të ngrënë, por nuk na shijon, kemi shumë për të veshur, por dhe ajo nuk na lezeton, kemi shtëpi, kemi makina, kemi të gjitha, por nuk i shijojmë ato dhe nuk falenderojmë Zotin, thjesht sepse dikush tjetër ka më shumë se sa ne, dhe kjo na nxjerr gjumin e natës, kjo nuk na le rahat. Ndërsa mania për të shtuar dhe për të grumbulluar sa më shumë mbi të gjitha po bëhen shkak që njeriu po shkatron të ardhmen e tij, po shkatron në ahiretin e tij.